Pra nëse ne jemi bashkë dhe hidhemi në sulm për parimet që besojmë se ndryshojnë Shqipërinë, politika e vjetër kalon në mbrojtje, siç Edi Rama është në mbrojtje gjithë këto muaj. Edi Rama ka një vit që ka fituar në thonjza, si ka fituar, po që është në pushtet për herë të katërt. Më thoni dot në një vit cila është politika që ka bërë dhe çfarë angazhimi publik ka përveç se është në mbrojtje. Ka një vit që është totalisht në mbrojtje, sepse ka një vit që po goditet pa ndalim nga qytetarët në dimensione të ndryshme. Dhe kjo është një fitore jashtëzakonshme. 1. Po fitojmë vetbesim si shoqëri që ne mund të bëhemi bashkë. 2. Po fitojmë vetbesim si shoqëri që ne mund ta vëmë nën presion politikën. 3. Po kuptojmë që bashkimi përtej interesit të vogël partijak politik, por nën flamurin kombëtar është zgjidhja. Dhe ky është një mësim i madh që do vlej për çdo qeveri që do vi. Çdo qeveri që do vi në Shqipëri duhet ta di dhe do ta di që qytetarët në këtë vend mund të bashkohen, mund të çojnë. Mirë, Adriatik, përse ndodhi tani ky zgjim? Ke qenë pjesë e saj sa protestave, protesta qytetare si aktivist, ende pa e krijuar partinë Shqipëria bëhet, protestë partijake për atë që folëm pak më herët, 108 ditë, dhe tani ky zgjim i shqiptarëve. Përse pikërisht tani? Ka pas disa sinjale të mëparshme, ka pas disa momente, ne jemi bërë bashkë masivisht për kundër importit të plerave, për shembull. E fituam sigurisht. Ne jemi bërë bashkë masivisht në numra jashtëzakonisht të mëdha kundër çmimeve në 2022-shin. Protesta me këtë masivitet dhe me këtë këmbgulje, që rezistencë që vazhdon ende. Kjo protest ka një specifik. Kozgjatja në numra të mëdha dhe qëndrueshmëria dhe qartësia për kërkesa të qarta politike, jo thjesht ekonomike. Dhe pjesëmarrësit që janë të rinj. Eksakt. Jo vetëm. Se edhe kjo është unë shoh që ka të gjitha moshat, me thënë drejtën. Po gjithsesi ka një numër shumë të madh të rinj. Ajo që duket qartë dhe që ka ndodhur është kjo. Secili ka hedhur nga një pikë kontribut në atë gotën që po derdhet. Pra, të gjitha ato protesta i kanë shërbyer kësaj dite. Të gjitha këto angazhime ndër vite i kanë shërbyer kësaj dite. Duke folur, duke reaguar, duke protestuar, duke u përbahur, dikujt i është dhënë shpresë që po mund të bëhet. Dikush tjetër ka marrë guximin që shiko se edhe kur përbahesh nuk është se të ndodh ndonjë gjë fatale. Dikush tjetër është inatosur nga reprezaljet që pushteti ka bërë ndaj protestuesve ndër muaj e ndër vite. Dhe të gjithë bashkë janë bashkuar si pika të vogla dhe kanë mbushat gotën që tashmë është derdhur dhe kërkon llogari, kërkon ndryshim. Kështu që unë mendoj që gjithë ata që janë angazhuar publikisht në këto vite kanë kontribut për këtë që po ndodh dhe zgjuarësia e gjithë gjës duhet të jetë përbashkimi dhe jo përjashtimi. Zonjë, ne jemi në një republikë që ka nevojë për mjekim. Ne na duhet të shërojmë plagë. Ne na duhet jemi përbashkues. Ne na duhet që t'i shlëm diferencat më njanë. Ne na duhet që të shohim te ata që kemi në krah apo përballë, në shesh apo në qytet, cilat janë pikat e përbashkëta, interesat e përbashkëta, cilat janë plagët që bashkë mund t'i shërojmë. Ne nuk mund të ndalemi te ndasit. Sigurisht që ne jemi njerëz të ndryshëm. Unë te ju mund të gjej disa gjëra me cilat nuk jam dakord apo cilat nuk më pëlqejnë. Por nuk duhet të shohim te këto, sepse duke parë te këto, kemi ngelur peng të kësaj gjendje që jemi sot. Ne duhet të gjejmë ato element që na përbashkojnë drejt qëllimeve të mëdha të përbashkëta. Dhe këto nuk janë thjesht të thëna apo thjesht dogma. Këto janë e vetmja mundësi dhe kjo është e vetmja rrugë si mund të dilet nga tranzicioni. E qartë.